gjatë hutbës e ceke ti që i ki bërë 50 vjetë. Çka i tu prit? Unë ma tha një gjemati aty që kështë qenë në hutbë din, shumë bukur tha rënite 20 vjetë, 30 vjetë, thash s'ke e planifikume. Po, kur e shifja gjematin se cili në moshën e vetë, edhe du nisë për asaj që në atë muj ndodhën vdekje të moshave të ndryshme, mendojsha që du të me kënë porosie e konkretizume në të gjitha moshat e gjematit. Edhe andaj, edhe ti që i ke bo 20 vjetë, çka pret? Edhe ti që i ke bo 30 vjetë, ku do me shku? Edhe ti që i ke bo 40 vjetë, tash nuk di mirë një të fjallë që kam thonë ati në Po, më mosha 50 vjeçare është pak specifike se qa është ma ofër, a? Edhe 50 që do më është përmen, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, amaru ummeti bejnë e sitine vë sebejnë, emri umetit tem është mes 60-ve dhe 70-ve. Edhe kjo hadith, do më thonë, do i frikson, do i jep shpresë. Kuptimin ata që janë nër 60 vjetën, kina vakt halal, në mos të mesatare e 60. Ky hadith nuk përcakton moshën e vdekjes së njeriut konkretisht. Po flet për qartë. Do më thonë, mesatare. Është mesatare generale e shoqërive në botë sot. Edhe kjo është e vërtetë. Po, shkon vareza e këshirit datat çati janë mesatare, 60 vjet. Mirë po, secili njeri duhet m'ia kujtu vdekjes çdo ditë. Edhe po marr parasysh ai ki 15 vjet, ai ki 70 vjet, ti duhesh me mendu vdekjen njësoj. Pse se sa 15 vjeçar kanë shkuar te Allahu dhul Xhelal, do thotë edhe sa 70 vjeçar kanë jetu i kanë bërë 90 vjet. Të kuptoj hoç, po unë jam tu fokusuar te çka 50 vjeçar, o ti që i ki po 50 vjet, nga shkaku se njohemi shumë plot 50 vjeçar që janë shlu dunjos, bësh çatare. E unë te kjo fjalë 50 vjeçë kam edhe një porosi tjetër, zakonisht ja them shokëve të mi, edhe më duket e kam përmend edhe në hutbë, kush i ka bë 50 vjet, më shumë ka jetu se sa ka me jetu. Realisht kjo është mo argument logjik, se rrallë kush jeton 100 vjet. Kush jeton 100 vjet, 50 vjeçën e ka mes. Ama ato që jetën 100 vjet, do më thonë janë shumë të rrallë në botë. Nëse je për asoj mesatarës, 60 që janë shumica dërmues të njerëzve vdesin këtë moshë, nëse ti ki 50 vjet, do më ti kemi jetu maksimum edhe 20 vjet. 70 mi bo. Që 50 edhe 20, do më thonë ti ma shumë ki jetu, shumë ma shumë ki jetu se kemi jetu. Se 50 që, do më thonë 20 që, 50 që është, do më dy fesh e gjysë ma shumë se sa 20 që. Edhe për këtë arsye, 50 që është shumë mosh e rëndësishme për me kuptu se shumicën e jetës e ki kalu, që i themi në gjysmë shekulli. E dyta ajo që e përmendet ti, se fatkesisht shumë njerëzve udhëzën disa kandila për dunjon qatë mosh. Edhe kjo ka logjik se njeriu kur i bën 50 vjet është shumë më i pjekun, ka më shumë dituri, ka rreth më të gjon, ka rreth më të mirë. Edhe këtë kjo i mundson atij për shembull me mujt me shfizu, me materializu këtë të arritur, këtë atë investim që ka bërë deri në këtë mosh, edhe mendon, kanë herë i mashtruar, kanë herë i bindur, kanë herë i suksesshëm, se nëse shfrytëzon optimalisht 50 vjeçin deri në 60, maksimumin e punëve të mira mund mi bë. Mirë po, kjo s'është problem vetvetiur nëse nuk është llogaritë të ahiretit. Qartë. Pse ti nëse për shembull je profesor universitar dhe bo akademik ose doktor shkencash, normalisht mas 50 vjeçve studimeve, leximeve, gjërat i ki më të pjekuna edhe më të sakta se ato që kur i pas 25 vjet, 30 vjet kur i sos magjistraturën, doktoraturën në fazën e parë. Nëse je mjeshtër zanat që domethën, mas 30 vjetëve punë e ki zanatin më të pjekun se sa para 30 vjetëve. Secilin profesionin e vet, domethën kur i ka bën një 30 vjet punë, ka përvojën më të madhe dhe më të mirë dhe është më i përgatitur për me ia dhon hakun asaj pune. Por na pse përmendim 50-që edhe vdekjen, themi se tash o vëlla, po është e vërtetë se mundësitë i ke më të mëdha, mundesh me pas më shumë fitim, mundesh me bë më shumë parë, mundesh me bë pushtet, ama nisën dije se edhe jeta jote shumica ka shku. E tash ti ke që don ti më ndërtu sot, brenda 50 dhe 60-qit, ti mundesh mos me mri me gëzu. Mundesh me mri me bë. Ama mos me mri me gëzu. Edhe ki me lon. E tash çka kemi shku dikon tjetër që nëse s'ki punu për atje, atë të bëhe shumë pishman pse 50 deri në 60 e shfrytëzove me rregullu statusin tan ekonomik, social, e kështu me radhë urban në dynjë, aty tu bogati me lon dynjën.
Dhe kjo si I vjen, për shembull, ti je me një banesë me qira. Edhe mundohesh me mbledh parë me ble një banesë 3. Ama I ki bo 50 vjet, I ki bo 55 vjet, I ki bo 60 vjet. Edhe tash ti thue, a kënej, për shembull, I ki bo gati valigjet për me lënë këta qytet. E çfarë logjike ka që ti tukon me qira, a ki vendos me praktisat qytet, me ble banesë 3 për me jetu në qytet. A ki me shku. Ti tash, logjika është që ti ke se ke me qira. Para që ke mbledh mos ble banesë këtë qytet, se ti ke me lënë, po ku ke me shku, të e qyteti ble një banesë, ati ke me jetu. E porosia jonë është në lidhje me 50, është ti mo je ki fillu me mbledh valigjet, raqet tuja, torbat tuja, kuferat tuj. Ki me shku dikun tjetër me jetu. Mos mendo me investu këto. Fillo me investu atje ku ki me shku. E kjo fatkesisht mungon, në më thonë të njerëzit 50 vjeçar u qelet, do thot, pasioni për punë, për shtim të fitimit, shtim të biznesit, zgjerim të fronteve, luft, do më thonë, e pa kuptueshme për pushtet, ashpërsi, egërsi në luft me bryla ndaj njëri tjetrit, me mbjetu, me u forcu, me dominu, kështu me radhë, a veç më na kena fillu me mbledh valigjet tona se nesër kur tham, domethënë shumë shpejt, veç kena me lona këtë vend, kena më shkruar kënd tjetër. Atje çfarë pozite kena? Nuk kena të pununa me pozitë madhe atje, me pas pushtete, me pas fame, me pas grada të larta. Ti s'ke bo kur gjë për atje. Çka je të bo këtu? Pse Allah merresh me këtë punë? Lene mshele kime shku. E kjo është qëllimi I 50-qit, edhe kjo është poentimi I 50-qit, se unë mendoj se kush I ka bo 50 vjet, ka bo që ka bo për të mirave, elhamdulillah t'i Zotit I suksesit, ka bo që ka bo për të këshijave, veç mo duhet fillohet seriozisht pendohet, sepse ka dhe një hadith tjetër, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a'adhar Allahu ila rajulin balagha 60 min al-umr falam yatub. Allahu I ka dhon maksimum hapësir arsyetimi atij që I ka mbush 60 vjet edhe s'është pendu. Kjo vetë është 50 edhe 60. Hadith shumë I bukur. Domthonë nëse ti deri 60 vjet si e mbush men, mas 60 vjet s'mundesh më mbush men. Edhe na çka po themi tash, domthonë 50 e 60 si e kemi lidh, se nëse ti 50 vjet ki kalu pa shumë punë të mira. Themi na tash pendohu që s'paku pren 50 deri në 60 ta mushish me vepra të mira, të mëdha. E mas 60 do të fillon me të lënë shnete, s'mundesh me bë punë të mëdha për ahiret. Kemi bë të zakonshmet, edhe me dobësi normalisht. Pas 70 e zotën pleshnia e bën vetën, ti shumë pak punë të mira të mëdha mundesh me bë, I bën të zakonshmet. Që shkosh te Allahu, kur shkosh te Allahu ti gëzohesh, nëse ke bë 50 vjet punë për dunjë, do flas për 15 vjet, për 20 vjet, flas 30 vjet ke punë për dunjë. Tash në 10 vjet moshë të rasta me punë të mira për ahiret. Kur shkosh te Allahu, kish para vetes mjaft vepra të mira që ta mbulojnë ose e rrandojnë atë jetën që ke qenë, s'po flas në gjunape, ke qenë gaflet, pa një vepër të madhe të mirë e cila ka me të zu para Allahut. Kjo si në futbol, në minutën e 90, bara me një 2-3 golla. Po. Hoxhë, E kthen lojën faktikisht keqësisht favor tonë. Po, favor tonë.